dhe u zbuluan rastësisht nga një ekspedit arkeologjike amerikane në vitin 2008 dhe numri i përgjithshëm i minave të vendosura, ashtu siç u tham në fillim, nga 2 anijet që erdhën nga Jugosllavia, që erdhën nga porti i Shibenikut, shkon në 30 mina të tipit GY, sipas emërtimit që i kanë vënë britanikët minave gjermane. Plani që kishin bërë britanikët parashikonte që 4 anije, 2 kryqëzor dhe 2 destroyer, që u përmenda më përpara, të lundronin sipas rrugkalimit Medri, lundrim që sipas urdhit ekzekutiv të qeverisë së Shqipërisë të datës 21 maj 46 nuk mund të realizohej pa një lejë paraprake. Shqipëria kishte mbyllur ujërat e saj qysh në maj të 46-s, pra 3 muaj para se të ndodhte incidenti, dhe për këtë shteti shqiptar kishte njoftuar që për një periudhë të përkohshme askush nuk mund të lundrojë në ujërat shqiptare, dhe në një njoftim dhe në një komunikim të veçantë mes palëve. Plani operacional parashikonte që ekuipazhet të qëndronin në gatishmëri me armatim gati për të hapur zjarr në kohën më të shkurtër. Armatimi të qëndronte në pozicion normal derisa nëse do ndodhte që bateritë shqiptare të hapnin zjarr, avionët e zbulimit të anijes Ocean duhet të qëndronin në fluturim dhe në kontakt me 4 anijet, por jashtë territorit dhe ujërave territoriale të Shqipërisë dhe gati për të afruar me avionët e saj. Kurse 2 anijet tjera do të qëndronin në pjesën perëndimore të Korfuzit.